Një prezencë të shtuar të dhunës shkollas. Raportet që ne kemi publiku tregojnë një prezencë të shtuar të dhunës shkollas, si mes moshatarëve ashtu edhe mes nxënësve dhe stafit mësimor. Është shqetësuese fakti që shkollat nuk i raportojnë rastet, dhe për me e konstatu këtë fakt po e jap vetëm një dhënë. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitin 2014-2024, pra për 10 vite, shkollat kanë raportuar 272 raste të dhunës në shkolla, ndërsa sipas policisë, të dhënat për periudhën e njëjtë janë regjistruar 5652 raste. Dhe një shpërputje kaq e madhe e të dhënave dhe statistikave, unë besoj që tregon seriozitetin e situatës dhe nevojën që mënyrë urgjente Ministria e Arsimit, shkollat me ndërhyj në marrjen e masave